Për artisten Fadilia Çunmulaj, piktura është pjesa më rëndësishme e jetës së saj. Shqiptarja nga Malizi, e cila prej 50 vitesh jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka ekspozuar veprat e saj në disa prej qyteteve më të njohura të botës. Gjatë karrierës së saj, ajo ka marrë pjesë në ekspozita në New York, Paris, Venecia, Torino, Milano dhe Vjenë, duke promovuar artin dhe identitetin shqiptar në skenën ndërkombëtare. Arti një pasion që rrin në artist mren. Le e qova gjumit. Le gjitha ato nëndrat të mija i pruna në realitet. Ajo është një sen që as fjallët nuk mund të spjegojnë se si vjen aj emocion, ka i herë le për një moment që sheho njën diçka, është realizim. Artistja vizitoi për herë të parë Shkodrën, ku shpreh e emocionuar nga qyteti, trashëgimia kulturore dhe mikpritja që gjeti. Kom kalua në për Shqipni pe aeroportit, po nuk bona vizitas. Kjo kje me para herë. Kisha emocion, kisha një dëshirë të male, por bela nuk e kisha krejt gjendjet për me ardhë. Një emocion, aq i fort, do shajle lot me marrë në sy më falë. Së shpejti, Fadilia Çunmulaj pritet të jetë pjesë e një projekti artistik në Shkodër. Ky bashkëpunim synon të sjellë në qytet përvojën e saj ndërkombëtare dhe të krijojë lidhje të reja në fushën e artit.